Drejtimin e raportit mes teje dhe Mirit, po mi hedh do farë pikësytje. Qysh e keni mendu ndarjen në lojë me Mirin? Unë se kam mendu. A më thaj kena planifiku. Në mënyrën qysh aje sqaron të one, i vjen që i jep shije të lojës. Unë kam përqarit vi për të dhënë një diskutim gjithë që e ka bërë ai funde, se kam bërë unë. Pyetjes time do të kthesh një herë përgjigje apo nuk t'intereson? Lufrat e tua i ka bërë gjithmonë Selini. Ato veprime, edhe ato gjëra që ti ke thënë, ose janë ironike nga të dyja palët, ose janë të vërteta nga dyja palët. Kush janë të dyja palët? Unë dhe ti. Nëse ajo pretendon që unë dua situatë me të, atëre ajo mos m'japi mundësi që unë të kem situatë me të. Miri, me mua nuk gënjendo se kam një memorie aq të fortë. Sa herë mundohesh të stisësh. O jemi të dy vërtet. Ti nxili e viktime që e ka rëmbyer 46. Pash ato veprimet e Mirit ekstrem shumë të shëmtuara, që bën me mimika fytyre, që mundohet të manipuloj, që është shumë e shëmtuar nga ana e tij, sepse njëri kur ka për qëllim të vitos flasti, i lëm me njanë këto. O, Miri, duro të mbaroj! Ti po e shfrytëzon këtë gjë se do situatë me mua. Miri, më lër të mbaroj! Miri, more se zgjon! Sa herë do debatoj me Mirin, nuk e marr vesh se ku e lidh, në çfarë mënyrë e lidh gomarin e tij. Absolutisht ai mashku ka një mungesë argumenti, që nuk e di ai vjen nga mungesa e artikulimit, ai vjen nga mosdëshira për t'u sqaruar, nuk e kuptoj, po ka një mungesë argumenti të theksuar. Nuk ka asnjë lloj situate tjetër Selin. Ke situatën e dashurisë dhe situatën time. Kuptova që Mirit nuk i intereson kësaj historisë t'i vejë një pikë. Mirit i intereson që mbas të dalë nga Big Brother të shkojë dhe të aplikojë në Bollywood, te filmat indian. Si e dallon ti një vajzë që ka ndjenja për ty? Ma thuj pak. Nuk e dalloj dot. Po si del ti të çosh të akuzosh një vajzë që ka ndjenja për ty? Ka ardhur për një pyetje dhe mund të ketë bërë 50 pyetje. Pse? Sepse në çdo pyetje që bënte merrte përgjigjen që i takonte dhe është përgjigja ime dhe nuk e komentonte dot. Njëri të dojë sinqert me mua. Dhe të kanë thënë nëse është kështu siç është, të lutem mua mos më sikleto, sepse nuk kam qenë të përfitem për këtë gjë. Ti ke thënë si do ti? Ke thënë ti. Si do ti? Nuk e di unë se intereson. Si të dalë video, të dalë video. Ka ndonjë gjë tjetër që ti e mendon dhe sa ke shpreh? Ti si do? Kthe përgjigje me sinqeritet. Jo, super. Është më mirë apo jo? Jo, është më mirë. Çfarë është? Po s'do të jetë si dua unë, dua të jetë si është, Ashtu pra është. Okej. Si do të jesh? E ke palu në krevat në lojë, i ke tregu tana që do të me pa. Miri, ke palu njërin kravat? Çfarë do të thonë me palu? Se ti pyetën këtë ortakun tat. Jo. Apo do të shtypje? Pyetën ti. Ordiner, do të shtypje. Shumë e thjeshtë strategjia e lojës së saj. Ishte me Ustajin, kur e fjalë, shkoi te dashuria dhe shkoi te Çika Pink. Ndoshta po mos kishte zgjedhur të ikte nga debati, do kisha patur shumë gjëra për diskutuar. Ajo ka nevojë sepse loja e saj ka rënë, nuk ka lojë tjetër në këtë Big Brother përveç se dashurisë dhe jetesës dhe kimisë dhe ku di unë, veni fjalën çfarë të doni me gimbon. Po thoni diçka ju ose? Pse s'reagon ajo? Nuk reagoj ajo se ajo e di sa është e vërtet. Ajo e di. E di mirë ajo, çka ka ndodhur. Hajde na trego për prekjet, hajde. Ordiner si puna jote. Hajde mi motor, hajde na trego prekjet. Aty brenda krevatit me mirë. Ta bëj një pyetje, edhe ndoshta na dëgjojnë gjithë. Selini ty të ka prekur ndonjëherë në krevat? Ma thuj pak. Miri ka kënë me Selin këtë krevat, e ka ndodhur prekje, nga ana Selinës, pse djeni natë? Edhe Miri.